Në fakt, do të ftoj në këto momente një zonjë të vërtet, e cila ja ka dedikuar jetën e vetë, dhënjes së dashurisë dhe përkujdesjes fëmijëve të cilët janë gjendur pa mbështetje familjare, apo edhe të braktisur. Ajo është bërë një nënë për ata që se kanë pasur një të tillë. Ka drejtuar për 38 vite të jetës së saj, që nga momenti i shklirimit të Shqipërisë, shtëpinë e fëmijës së Shkodrës dhe atë të Elbasanit. Vjen sonte me ne zonja Aneta Shuteliqi. Mirë se erdhët. Po ule me një herë këtu pranë jush. Mirë se erdhët. Si dukeni? Me shëndet mirë? Ju mirë. Po mbaheni shumë mirë dhe unë u habita vërtet kur mora vesh që karriera juaj, le të themi, ka nisur që në momentin që në 45-ën. Po. Është vërtet shumë e bukur e gjitha kjo. Dhe keni dedikuar tërë jetën tuaj, dashurinë tuaj një kauze vërtet shumë të madhe. Fëmijëve cilët realisht kanë nevojë për dashuri. Gjën më të bukur që ka kjo botë dhe që është një nevojë e madhe për një fëmijë i cili rritet në vetmi dhe dhimbje, sepse kjo është ajo që shoqëron këta fëmijë, apo jo? Ju keni nisur që 17 vjeç të punoni në shtëpinë e fëmijës së Shkodrës. Dhe keni qenë 17 vjeç, vetëm të imagjinojmë që në ato bashkëmoshatare tuaja ndiqnin tërësisht ëndra të tjera dhe të ndryshme nga ajo e juaja. Ju zgjodhët që të përballeni me vetminë dhe dhimbjen e këtyre fëmijëve. Si erdhi kjo? Në moshën 17 vjeçe, në lulen e rinisë, u emnova mësuese në shtëpinë e fëmijës shkollore të Shkodrës. Bashkë me mu edhe 2 shoqe tjera, edhe ata 3 si unë 17 vjeçe, që quhet Silva Manzi edhe Nezaçet Hicka. Të 3 i kushtum jetën jetimave. Dhe ne jem ditë natë mes tyne. Na solën gëzim dhe i solën gëzim. Deshën dashuri, i dham dashuri. Dhe s'dahashim kur për i tyne. Edhe sot që unë jam ba krejtë më shume, unë i kujtoj dhe më kujtojnë vazhdimisht. Dhe gjithmonë përshëndetem me ta dhe më napin gjallëni shpirtnore, më napin jetë. Keni dhënë dhe ju shumë nga shpirti juaj dhe unë jam e bindur që ka influencuar shumë jetën e tyre fakti që kanë marrë kaq shumë dashuri, kaq shumë kujdes, kaq shumë vëmendje nga ju. Dhe gëzohem jashtë maset se të gjithë ai brez janë bërë shumë të vlefshëm për vendin e vet. Në fakt edhe unë domethënë edhe kur kemi folur përpara të tërë kanë një pjesë e mirë e tyre kanë bërë sukses vërtet, dikush doktora, mjek, architekt. Sa kënaqësi kam oficera që drejtoshin ushtri. Aktor, regjisora. Po edhe ministra, edhe zëvendës ministra. Po. Edhe gjithmonë me një mendje shumë të qetë, jo me të egzaltum. Edhe kur i shifshe i thoshe sa gëzim sillni, se jeni njerëz të mirë. Se vendi jonë ka nevojë gjithmonë për njerëz të dashur e të butë. Ju jeni të dashur edhe të butë. Ju kanë ndihmu popullit, do ta ndihmoni ju tash. Ata thoshin po dhe ju shneta. Juve atë le të kthehemi edhe një herë në pak retrospektiv për të kujtuar itinerarin tuaj. Në moshën 22 vjeçare ju martoheni dhe zhvendoseni në Elbasan. Në Elbasan. Sepse u bët pjesëtare e familjes Shuteliqi. Dhe aty pastaj fillua të punoni në shtëpinë e fëmijës në Elbasan. Ku mosha e fëmijëve që jetonin aty ishte 0 deri në 3 vjeç? Jo, ishte 3 deri 7. 3 deri 7. Kështu që është një moshë shumë delikate. Shumë delikate, parashkollore. Edhe e rëndësishme, po. Nga shkollorja kaluan parashkollore. Si u gjendët në atë institucion? Tashti, gjithmonë njerëzit ne kemi bërë ndryshime themelore, rrënjësore në atë vend. Dokumentat erdhen në seksionin e arsimit të Elbasanit dhe panë që unë kisha punu në shtëpinë e fëmijës. Dhe më thrasin e më thojnë ti do fillosh punë në shtëpinë e fëmijës. Po në prej shtëpisë fëmijës zola që do bëjmë të shti në shtëpi fëmijës, po tha. Se shtëpia fëmijës tha na ka shku dam. Të shti ti do punosh atje. Nuk e merrni me mend se çfarë vështirësish është gjendë në vend. Unë kishe fëmijë edhe me prind që kishin mbet jetima edhe ilegal. Fëmijë jashtë marteset shumë.
se ishte një periudhë që vajzat gaboshin në ramë dhe fëmijët i merë të shteti edhe i rriste. Aty unë gjeta shumë fëmijë pa mi emna, pa emën babet, pa emën nënet. Shof dokumentat, dosjet e fëmijëve personale, fëmijë askujt. Në. Ishin 2 inicialet shkrume që do të thotë, askush se ka këtë fëmijë. Më ka dalë punë shumë e madhe. Kam shku në gjykat, të kryetari i gjykatës. Dhe im kam thënë fëmijë do t'i çojnë në shkollë. Ata s'kan mi emën. As leni emrat e prindve, se prindët nuk dhe Edhe në shkollë, pa mbi emra shkonin ata fëmijë? Do me thonë vetëm Unë emra? në kohën teme nuk i kam lanë me shku pa mi emën. Shkova në gjykat, fola me kryetarin e gjykatës, tha që unë du t'i dhe emra imagjinar këtyne fëmijëve se do t'i çoj në shkollë. Se në qosë unë që 27 fëmijë, një klasë, tanë në shkollë, do thirën fëmijët nënë. Ashtë shumë vujtje shpirtnore. Demoralizohen shumë një jetë, kurse do të takohen në shkolla. Tha po, veni, tha po keni kujdes, mos veni, emna, fushash, kodrash, malësh, se ka mi emna Shqipnia që i takon në herë me ta. Edhe në umundu me mësuset, sigurisht. Tha me si t'ja vëm tash i këtyne fëmijëve, si të bëjmë. Edhe gjetëm emna të vendeve shumë imagjinar, të profesioneve, gjana kështu. Mundua si do që t'je që t'i jep në farë identiteti. Po, mas takohen edhe me fëmijët e prindve të qytetit. Po kjo ka qenë një iniciativë vërtet shumë e rëndësishme. Unë rrisha e mendoshë si mja ba këtyne fëmijëve. Edhe si përfundim, i qumë, i bam, edhe i nisëm në shkollë. Kur më vonë, ne i kanë dalë njerëzve përparen. Edhe i kanë thënë, mas i një prindë toni jo, pse? Keni mi emnin si unë. Atëherë Ministria Arsimit, me merre më thotë, mos makë si emnash, po që me ba? Do veni emna grash për mi emën. Emra grash për mi emën? Emën grash për mi emën, që të mos mëjshësh e mërshme. Kam pas një Valentina, një vajzë shumë e bukur. Si t'ja veshim mi emnin, ja vum Varvara. Valentina Varvara. Kështu që këton fëmijëve i vum emna grash. Me qëllim që të mos takoheshin me familjet. Megjithatë një nga momentet prapë të rënda le të themi që ju keni hasur në momentin që keni vajtur në shtëpinë e fëmijës në Elbasan, ka qenë dhe momenti i të veshurit të tyre, se mbaj mend dhe më ka bërë shumë përshtypje. Sepse kjo sjellje dhe ky trajtim kaq femëror i fëmijëve të mbetur pa familje apo të braktisur, shumë e çuditshme, po ndoshta edhe rrjedhoje e një ignorancë të asaj kohe dhe mungesës së kulturës. Ishte fillimi. Shkoj atje unë, marrë në dorëzim shtëpinë e fëmijës, edhe shoh fëmijët ndulen përpara, ka drejtoresha e re, dalun i shoh tanë. Çfarë je ti? Gocë, po ti. Gocë, po ti, gocë, o vrava në shpirë. Sepse ishin të veshura si vajza? Të gjithë veshun si vajza. Do me thënë djemë dhe vajza, të veshura si vajza. Edhe krehjen e kishin shumë të doptë, të qafën. Unë u dëshpërova shumë. Edhe shkoj në magazini, thamë magazinierit. Më trego veshjet e fëmijëve. Tha, këto janë, tha. Po ata atje që janë. Janë, tha, veshje qunash, tha, po. Janë shumë pak. Po pëse kja punë, nuk e di, tha, i din drejtoresha, tha. Atë më ka dalë punë e madhe. Sepse edhe nga ona pedagogjike, djali është djal, e vajza është vajzë. Natyra i ka da të dy, me krenari. Edhe baj një punë shumë të madhe. Në imunë shumë në qytet. Më rova shpejt veshjen, djelm t'i vesha djelm, edhe vajzat vajza, edhe vajzave i vuna ka i fjok, që duken vajza, e djelm trimërosha, bukurosha, si që janë qunat. I vesha dhe ata, që e thunë bukur, edhe si dhe një ambient
i bukur mes djelëve edhe vajzave, taman familje. Kështu që edhe fëmijët më gëzun shumë, edhe personeli shumë. Pikërisht gjëja për cilën ata kishin nevojë. Për ata që kishin nevojë. Kështu eci edhe pastaj kam bërë një punë tjetër. Në lidhje po me bjërësimin jam kurioze, si ka qenë atëherë, sepse kam përshtypjen që kanë qenë më të ralla rastet. Desha tregoj kur kam hjek uniformen. Uniforma ishte e tmerrshme e fëmijëve të shtëpisë fëmijës. Nuk e shifshe dot, tham drejtën. Do të thënë të gjithë fëmijët e shtëpisë së fëmijës të veshur një lloj, djelët një lloj, vajzat një lloj. E një diskriminimi të mëshëm. Kur më delëshin në rrugë, thoshin sa gjëna, shkretit, se njifeshin. Vitëm këta fjalë që mi thoshin fëmijëve në rrugë, unë shkatërohesh. Edhe bana qashtë e mujtën, me ndërru veshjet, mi ba, si fëmijët e shtëpiave, edhe e arrita. Të shti më pytet për punën e bjërësimit. Bjërësimit. Kanë qenë të shpeshta rastet? Unë me të thëmë drejten, unë kam qenë i qikë, koprace. Unë i doshe shumë të mirë njerëzit që më baheshin prind. Se do i falë të natyra adha tyne një fëmijë në shtëpi dhe do i sillet të keni kërkuar gjithmonë si vetja. I duhet që ata të ishin prind njerëz të mirë në qytet. Një herë me vjen një gru të cilës i kishte vdek djali, i vetëm edhe ishte krejt. Edhe më thot, drejtoresh, thot, unë kam dëshirë me marrë një fëmijë, nga shtëpia fëmijës, thot, ta kemi fëmijën të. I tham unë, po si, kush jeti? Filania e shkru, që lagjet, filan me një. Thash, mas 2 javë keme arë, se unë do të pësë për ty kush je. Derin në grinë se në mod vogël tjetës tame. Ta bash me mirë, se kur të mërë shmin, do bash nën ligjore. Tha, mirë pëtë tha. Edhe unë pyta, se ka pas shumë regull, thëmë drejten, si këshilli popullore, si gjithë të ishin forca. Edhe pësta dhe në lagje, gjithë ka për te, edhe më tha, nuk ka gru e keqe e shkrita, po a fat keqe, s'ti ka vdek djali. Edhe unë i nap një djali që e doje shumë. Ata e që ishin Petrika. Edhe bom dokumentacionin e gjithë, edhe i dhash Petrike. Mirë po mu, po fillote me marrë madhi për Petriken. Doje të shkoj të ashivshe jesë, si ma bani jetën e mërëndshme në të familje. Edhe shkoj. Hi mërëndun, Petrika më hollë në qafë, ulem atë i thash, Petrika, me difta, si ashtë kja nana? A të do shumë? Tha drejtoresha, tha, kja nana mu, për ditë, multe fotografia e djalit, bashkë me të dhe i lutena. Si? Për ditë e banë këti punë? Po drejtoresha, për ditë, kështu më banë kjo mu. Mullet para fotografisë, a thot, hajde t'i lutë në djalit të. I këthej. Që i banë djalit t'i kështu. A dinë se një prish karakterin djalit. Ti djalin o ma banë katil. Tegër në shpirt, ose do ma bash inferior që ti në nështrohet gjithë kuj. Pra me edukimi ka gjatë të rëndësishme të fëmija. Fëmin duhet me mu sjellë mirë, edhe janë anë të karakteri që duhet prindi ti plotësoj të fëmija.